sa kas ko përgjësia për marrëveshjet në nivel komunal kalon në direkt në kryetar degës dhe strukturat udhëheqëse të degës. Pra nuk e kemi pengu në asnjë format, asnjë koalicion. Edhe kur kemi pas me LDK-n, edhe me PDK-n, edhe me VVN. Për shkak se ata mas mirë e njohin situatën çfarë kanë në një komunë caktuar. Por me qenë se ishte marrëveshja e parë për koalicion me vetëvendosje në fushë Kosovë, u bë shumë zhurmë, u bë shumë debat, por nëse shkoni e sheni për shkak zgjedhjet në Ravec. Ka qenë Ju i sheni që aty janë bashku votat PDK, VV. Nëse shkoni në Klin, ju e sheni që vetëvendosja ka përkrah pa asnjë rezervë se gol bashkohet në PDK-s. Domethënë, ndoshta veç jemi kon pak më të sinqertë dhe jemi kon më transparent. Kemi marrë për kraje. Po thus që vetëvendosja u kanë me AK-n, me vetëvendosja u kanë me PDK-n në Dravec, edhe në Klin vetëvendosja u kanë me Bashkotin edhe PDK-n? Jo, vetëvendosja ka qenë në balotazh në Ravec, ndërsa PDK-ja ka qenë në Klin. I mora si shembull. Po ju mbo bashkë, në Ravec është e kanë ndihmu. Nëse ishini numra. Domethënë, nuk po them krejt PDK-ja, po individ edhe në bazë terreni gjeografik të një komune na e dim elektorati kur u bashku me një subjekt politik edhe ka vinë. Votat e PDK-s në një pjesë të konsiderueshme të Ravecit dhe LDK-s kanë shku për kandidatin e VV-s në Ravec. E kundërta, votat e VV-s në Klin kanë shku për PDK-n. Pra, ne veç jemi kon transparent, jemi kon publik, marrëveshjet i kemi pas krejt publike, kemi marrë për kraje për shkak në Junik, për vetëvendosjes, i kemi dhënë për kraje në fushë Kosovë, nëse zgaboj ka pas situatën Prizren në gjajshëm, dhe me thonë pavarësisht të rezultatit që kemi humbë në Prizren, prap ne jemi konë koalicion me vetëvendosjen. Kjo është konë vendemi degës, vendemi kryetari degës, kemi pas qëndrim neutral nëse zgaboj në Gjilan, pastaj kemi pas qëndrim për kraje për PDK në Vushtre, në Mitrovic, në Ferizaj, dhe me thonë kemi qenë shumë hapun. Nuk e di se si është situata në Kamenic, por mendoj që zoti Faton Jakupi me heshtje ka përkrah kryetarin aktual, mas saksisht vetëvendosjen, ndërsa në këto komuna tjera nuk kemi konë shumë me thonë të involvum. Në Prishtinë kem pas qëndrim të hapun me LDK-n, jo ndoshta marrëveshje me shkrem, por një dakordem për me përkrah kandidatin Kemi ndollë të zgjedhjet lokale, për krymë pjesën e parë nacionale. Nuk e iki, po du me konë sa ma i hapën, sa ma transparent. Thatë, nashta sinceriteti na ka po punë e madhe të për Kosova. Kena menuar me folë për çështje specifike për nivelin komunal. Pritet a u thirrën dhe seanca, apo vlitet që mund të mahet seanca e votimit për mandatarin e ri? Nuk ka asnjë njoftim. Në momentin kur zoti Glauko Njuca është nominu për kryeministër, do të thënë seni parë edhe për mendim të amin shumë i gabueshëm ka qenë qëndrimi i tij në publik, kur i nshoj ato kritika ose akuza për partitë opozitare, për shkak me atë gjuhën se po krokasin, se nuk do të kemi koalicione, ai paralajmëroi që qëllimi i vetëvendosjes është, i strukturave udhëheqëse të vetëvendosjes është konsumimi i kohës, sepse kanë në afatet kushtetuese në afat 10 ditor shtesë, e që i bjen plus një ditë që ishte atë ditë, do të thonë i bie 11 ditë. Qëllimi i tyre ishte me marrë këtë kohë dhe me sa e di, unë edhe në takim me presidentën kur kanë qenë liderët, mas dakordimit për me shku në zgjedhje, nga gjitha subjektet politike pjesëmarrëse, zoti Kurti ka kërku një afat kohë 5 ditë. Dhe nëse tash për shkakun zoti Kurti e ka dhënë mandatin për Glaukun dhe presidentja i ka besu që zoti Kurti i ka gjartë një, pjesë e atij gjartë nishi, nuk është AK-ja. Sepse aty është shkruar me decisivisht që presidentja duhet të bindet që mandatari i dytë i ka gjartën i votat. Pra unë nuk e di çka i ka ofru zoti Kurti presidentes, që e ka bindë që këta i kanë gjartën një. Nëse i kanë gjartën një, ta e thirrin seancën dhe zgjedhin qeverinë. Nuk keni pjesë këtyre matematikave dhe këtyre konspiracioneve si flitet. Pra, po them edhe duhet me qenë shumë i sinqert, as nuk jemi kontaktu, as nuk ka folë kush me neve, as kemi folë na me na i kanë. Përpos këto që i den opinioni publik që i shohim në lajme. Nuk është bazë me thonë që ta i zbutën qëndrimit. Nëse unë e kam një kritike dhe kam pak më të artikuluar, kjo nuk do të thotë që unë e kam ndrru qëndrim. Edhe unë e kam thonë pe fillimin, këto rrethana çfarë është skena politike dhe ku është edhe AK-ja, nuk shoh që ka ndonjë ndryshim për më bë pjesën e ekzekutivit. Do të thotë nuk ka deal për me votu Glaukun. Nuk janë gjitha konspiracione, fjalë. As jemi kontaktu, as nuk kemi dakordem. Plus asaj, ne kemi thonë që është mirë, domethënë me gjithë forma mos më shkon zgjedhje.
Por përgjithësia aleancë është shumë e vogël në këtë rast. Na nuk mujmë me thonë që ne jemi shkaktar pse vani po shkon zgjedhje. Jo. Me koni sinqert, shkaktari kryesor është Lëvizja Vetëvendosje për shkak se i ka pas 48 deputet. Si ako keni ditë me marrë qëndrime shumë të mëdha në aspektin momentit caktuar. Pas një barë, pas një kalkulim, pas një përfitim. A ka zgjasë me i pa të e votu zotin Konjufca? E kemi thonë publikisht në shumë raste, për shkakun edhe në rastin konkret tash kur jemi, ne i kemi thonë opozite që i kemi votat pa kushte. I kemi thonë ish kryeministit, ose tash kryeministin detyrë, i kemi thonë nxjerrën një kandidat për kryeparlamentar që nuk ka qenë ekzekutiv, kemi përmenë edhe emna, rreth 20 emna. Njëri prej tyre është zoti Konjufca. Dhe jemi të gatshëm me dhënë besimin pas një kusht. Po. Në rrethona çfarë jemi vetëm me shku mi votu me zor. E jo, tash, ju keni propozu emrin e zotit Konjufca zotja. Shko negocieje ti, se ata s'janë të interesuar, kështu që Jo, me pakon negociu zotja Radinaj. Isha kon nivel tjetër, isha kon far drejtorit ndaj televizioni sot. Mundësh, nuk është larg. E si shumë kon kitë termini, kisha pas ndaj termin tjetër ma mundësh edhe me shku toni pastaj edhe me tek ata. Ati nuk i dihet. Qysh ka ndodhur me kolegen tonë për shkak që e degradon për shkak një interviste në RTK, po sidoqoftë, domethënë nuk kemi kontakte, nuk kanë lyp kontakt. Zotja Radinaj, ju keni thonë e votojmë në atë kohë keni propozuar emrin e zotit Konjufca. Për kryeparlamentar. Për kryeparlamentar. Keni konsideruar që është njeri më adekuat. Në situatën ku jemi, gjithë keni deklaruar që nuk është mirë me shku vani në zgjedhje. Nëse në këtë situatë që jemi, pse nuk me votoni zotin Konjufca kur një kanë gjendje me votin për kryeparlamentar?